Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të përgatisim së bashku ca petulla pufka të buta si pambuk, që nuk marrin asë një pikë vaj, bëjmë shpejt me shumë pak përbërës, janë me qumësh dhe bëjmë tepër të shijshme. Përpara se të fillojmë nga puna, nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës, megjithëse këto kohë kam bërë disa mungesa. Kemi shtuar një gotë me qumësh të vakët dhe këtu do të shtojmë edhe një gotë tjetër, por me ujë të vakët. Tani do të shtojmë një lugë gjelle me maja. Do të shtojmë gjithashtu një lugë gjelle me sheqer, jo për të bërë të ëmbla, por thjesht për të aktivizuar maja. I përziejmë mirë në mënyrë që të aktivizohet majaja. Shikoni pak, majaja është aktivizuar, ka formuar këto fluskat e veta. Do të shtojmë 2-3 lugë gjelle pa ulliri apo vaj tjetër, thjesht do i bëjmë më të shkrifta dhe më të mira. Do të vazhdojmë të hedhim mielin dhe me hedhjen e miellit do të tregojmë të kujdesshëm, nuk do shtojmë as pak miell, domethënë jo pak miell që të bëjmë brumë të hollë, sepse na fut shumë vaj dhe as shumë të trash sepse na mbeten të papjekura. Megjithëse ka të bëjë shumë brumi, duhet të jetë shumë i ardhur që petullat të bëhen të mira. Gjithashtu në këto momente do të bëjmë edhe shtimin e kripës. Si fundjavë që është, fëmijët do të kënaqen me këto petulla, por edhe për vete, edhe nëse keni mish, është recetë që të nderon. Do të shtojmë një lugë gjelle me krip, do pak krip, sepse do të bëhet disi brumë. Dhe vazhdojmë akoma me shtimin e brumit, sepse nuk jemi akoma aty tek konsistenca e brumit që ne duam. E punojmë edhe pak shtu në këtë pirumin që kemi, pastaj do vazhdojmë ta punojmë me duar. Nuk do bëjmë brume shumë të qullët. Dhe si përfundim të gjitha petullat kanë marrë 700 gram miell. Do vazhdojmë ta punojmë edhe pak. Mendoj se do i shtoj edhe 100 gram është tjetër ose 50 gram, do e shoh me sy. Pra përfundimisht kemi 800 gram miell dhe nëse ju gjendet, nëse jo nuk prish punë, mund ta zëvendësoni, domethënë të bëni 700 gram miell normal për bukë dhe 100 gram miell semula. Nëse nuk e keni, nuk prish punë. Dhe konsistenca e brumit në fund duhet jetë kjo, pra ju një brum i qullët, por as brum i fortë, të ketë pak elasticitet brumi dhe për ta formuar më mirë, do e punojmë kështu me duar. Dhe tani brumin e kemi gati, do e lëmë të vinë në temperaturë ambienti për rreth 1 orë, më shumë nuk prish punë dhe varet gjithashtu edhe nga koha kur po e bëni, sepse për shembull nëse është dimër do të duhet më shumë, do shihni brumin më shumë se sa kohën, do të duhet të trefishohet në vëllim dhe do ju a tregoj se si do duket më pas. Brumi ka ardhur, e kemi gati, madje nëse doni mund ta përgatisni një natë më parë, duke qenë se është fundjavë, bëni që në darkë dhe në mëngjes e keni gati, thjesht do bëni petullat. Kemi vendosur tiganin me vaj në zjarr që të ngrohet sa më mirë dhe tani jemi gati për skuqje, gjithashtu edhe brumin e kam përzier pak me lugë që mos ketë ato porët e mëdha që ka pasur kur është fryrë. Jemi gati për skuqjen dhe sekreti këtyre petullave është që të bëhen mirë, të fryhen si duhet, mos të ngelen të papjekura. Në mes duhet të merrni sa më pak brumë, pra asnjë lugë plot, por gjysmë lugë. Vaj i bollshëm, ngrohet mirë.
Kam skuqur një pjesë të petullave dhe shumë pak më kanë mbetur. Në qoftë se e shihni se po ju skuqen shumë shpejt, unë ndërsin. Dhe shikoni si ka ndalë në brendësi. Dhe kalem në pjatë dhe pasura dhe petullat tona në ndalë. Do i kalojmë në një pjatë me letër poshtë dhe petullat tona janë gati. Por, nëse keni shumë qefa të formën e petullës si pufka të vogla, fusni brumin në një nga këto qeset e pastiqërisht një përdorimshe dhe me gërshër lidhni brum në formë pufke në tigan dhe e prisni. Kështu në fakt është më e lehtë, thjesht do mundoni pak kur ta fusni brumin tek ajo qeska e pastiqërisë. Por petullat do dalin më të bukura. Se nuk do lodheni shumë që prisni me lugë. Dhe tani petullat tona janë gati, shikoni sa të bukura, sa të shijshme, sa të mira. Pak reçel fikur që unë e kam të bërë në shtëpi, djath i bardh, djath kaçkavall, apo çfarë të doni ju, kënaqeni për vete dhe familjen tuaj, ju bëf të mirë nëse i provoni. Fundjavë sa më të bukur dhe mos i lini këto petulla pa provuar. Gjithashtu, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Shihemi dhe dëgjohemi në video në radhës.